Gjatë një bisede me Mehmet Kovaçin, pronarin e një restoranti Buz Liçenit të Shkodrës në Skje, u shpreh se sfidat për të menaxhuar dhe mirëmbajtur një biznes turistik në këtë zonë janë të mëdha, sidomos për shkak të infrastrukturës së dobët dhe mungesës së investimeve publike. Kovaçi theksoi se pavarësisht bukurive natyrore dhe potencialit të madh të zonës, mungesa rrugëve cilësore dhe shërbimeve bazë bën të vështirë ofrimin e një përvoje të plotë për turistët. Megjithatë, ai shpreh optimizëm për të ardhmen, duke vënë theksin të hapja pritur e pikës kufitare Skje Zogaj, e cila sipas tij do të sillte një frymë të re zhvillimi, jo vetëm për turizmin, por edhe për gjithë rajonin, duke lehtësuar qasjen dhe rritur interesin e vizitorëve të huaj. Shumica klienteles son vjen nga jashtë, kryesisht nga Kroacia, Serbia, Rusia dhe vendet e tjera, të cilët i kemi vazhdimisht, tha Mehmet Kovaçi, duke apeluar për më shumë vëmendje institucionale për këtë zonë me potencial të jashtëzakonshëm turistik. Biznesi ka filluar rastësisht, kur nuk më kish marrë mendja më në Skje, po në djali jashtë Eurazies, pe Australijet, Syrotura, ka kërku më marrë këtu, edhe ka thënë që a ka kush më shit, edhe më ka thënë që mere këthej për mi vedi edhe bandiqka. Mandaj mas i që e kena vlej, mas një viti, djali ka shku gruja në Australie, këtu ka kjanë nuk ish mujt me hymë mrena, edhe nësë kishe që me balë mora një dy shqiptarë Shqipnin në i pastru. Edhe kur e pastrova, i thash vetit të me ba diqka. Mëse me gruan telefon, thonë të, a kena pare, sa shkan, unë i thonë që shkan gjo, 7-8.000 euro, sa minisa, edhe ashtë të fillaj puna, pak, dëshuru me në këtë vend. Në cilën vete hapni si restoran? Me 2007, hera parë, pa. Afro 20 vite, 17 vite punë në këtë restoran, na tregoni pak për këtë përvojë. Sa keni arritur që të sillni edhe klientel? Po, kur ishte infrastruktura keqe, për shembull, shumë problem, mirë po, na jemi të kënaqur, që me thonë unë me gruan. Jemi të kënaqur edhe, dhe me thonë, dorimi, si me thonë, shpërblehet. Si me thonë, unë, kam thënë që tash qilet rruga para 15 vjetëve, ndash, bëlej shallë pa qilet. Me qenë se jemi këtu të kjo biseda e qiljes së rrugës Kufirit me Shqipërinë, sa mendoni që do sjell edhe turistë, edhe do t'i ndihmoj edhe krajës, por edhe Skjes restorantit tuaj? Pa normal që ta të ndihmoj se në Shkodër për shembull ke mbi 4.000 krajan, do të thënë që janë çdo kush për shembull mrekurën, ishtë për shembull për këtu ishtë 11 kilometër, për në Ostrocë ishtë 15. Paron vjen pi kafe, vinë blenë mjaltën vetë, ata blektorisë që janë djathin, qepen, dhe më thonë, në shkoj ma shpejt, dhe më thonë, ka më njallë këj vend, me gjithse nuk ka mbet kush. Edhe ata që kanë met, për shembull, edhe diaspora që vjen, ta në kem blenë 0%, mujnë me artë mërkuren, 1 orë, 2 edhe ta në janë 0%. Po, mendoni se ky vend sjell edhe krajan që janë nga që jetojnë në Tivar, në Ulqen, sjell ky vend restoranti, rikthehen? Po, rikthehen, po adisi, problemi është për shembull se me një restorant nuk në liqer Shkodër nuk mundë, duhet me qenë të se e keni Shirok, me kene 10-15. Do me dhanë me një nuk mundë ti me sa më shumë ishtë në dhanë pa normal, gjithë kush e ka risku një vetë. Po, në tregoni cilat janë vështërësit, dimrit, vijon puna njësoj si verës, se me qenë se verës ndoshta ka dhe puna edhe nga mërgjimtar. Po, sheqa, rruga nuk ishte mërgjimtart me tregu të vërtetën vinë, po ja alla që sa lypët, ja vetëm këtu, edhe në kraj, si me thanë, mërgjimtart vinë, po që parkjoshin në mujnë e tana, mirë po këshme kanë
edhe në stras, edhe këtu, me në dhanë ka infuzion, si thonë ata, se nuk ishte ka lajt, dikush thot që restorane, çmimet e gjana, po me çmime minimale. Sa ishtë vështirë të menaxhohet një restoran, me qenë se edhe janë e dyqanet largë edhe gjitha? Pa vështirë është se do të më qunë me mëngjes. Gjumi, dhe me hanë 3 muaj, ke vetëm 5 orë gjumë. S'ke ma tepër. A dimrit? Po dimrit, ka punë? Ja, nuk ka, këtu rrimë, si me thanë, nuk ishte një gja, po nuk kushmarë, nuk ishte, s'ka, dimrit nuk punaj vetëm 5 muaj, vetëm kur qilet kufini. Atëherë besoj që kena me punu këtë vitë. Po nga ku kemi me tepër klientele në restorantin? Klientele në restorantit 80% i kam të huaj. Të huaj? Pa, vinë me camping, vinë edhe vetë, janë të knaqën, ju pëlqen, janë shumë të knaqën. Po kemi të rajonit që e gjejnë vendin krajin? Pa, ka të rajonit, më vinë për Kroacijet, për Serbijet, prej Malit Zis, me thonë, në jenë në Malzi, po për Podgoricet vinë. Edhe për Shqipërijet kanë fillu tash, për Ulqinit, qëmë. Po, të shkojmë pak edhe tek menyja e restorantit. Ku bazoni me tepër? Jeni vetëm tek gjërat e peshku, gjërat ushqimin e liçenit? Kemi ushqimin e liçenit, por kemi edhe të detit, se këta të huajt që janë, për shembull krapin ata nuk e njohin si lloj peshkut i dopt, për shembull se nuk kemi edhe detit, kemi mandaj edhe mish, edhe pica e kështu. Cilat janë synimet që mendoni mbasi që të hapet kufiri, mendoni që nesër do të shtoni edhe pak më tepër hapësirë ose ndoshta do të arrini që të punësoni edhe dikën tjetër? Po, qëllimi im ka qenë për më hap kufini. Se më thanë ja 6 vite, 7 vite ti para, dhe më thanë nuk kam investu ma tepër se kam fitu. Mirë po, ma nuk e kam praktikuat gja, si më thanë edhe investaj aqe sa, po nëse qelet kufini më duhet edhe njëherë mi dhonë veti. Pavarësisht infrastrukturës së dobët, Mehmeti tregon se ai vijon punën përgjatë sezonit veror dhe ka punë të mjaftueshme, por gjatë sezonit të dimrit detyrohet që ta mbyll restorantin.